Është bërë situatën e veritshme me dhënë drejtën, jo vetëm për ju, për qytetarët edhe për ne përfaqësues, që s'po mujmë me ushtru drejtën tonë në të kalimin e një situate. E drejta politike për të propozuar nuk do të thotë drejtë absolute. Ose duhet kërkohet një mundësi të ndërtohet një konsenzus me i gjërë, ose marrëveshja politike është e pritshme, do të duhet me ndodhë. Kjo s'po ndodhë, vazhdojmë. Faleminderit. Sa mund të presim të vazhdohet kështu? A ka një moment kur duhet thuhet mjaft edhe të tulen partitë për të zgjidhur këtë situatë? Mjaft seanca e parë ka qenë e nevojshme me i tejkalu krejt. E dyta është e tepërt. Mos flasim për seancën e tetë, nuk po arrit më konstitu legislativi zgjedhën dhe kjo është problem serios politik. Është mungesë e vullnetit politik realisht. Pak do të me banë sens mi morën krejt këto raporte dhe propozimi nuk është i mjaftueshëm, do të më qenë i zgjedhën. Dhe me vetë faktin që s'po ka as përbjekjen më të vogël me ndihmu që të zgjedhet zonja që është propozu, tregon qartë që është vendim politik, nuk ka marrëveshje për qeveri, ku vendi po mat peng. Kjo është cili është kandidati i letë kjo si pranueshëm. I vendosi si pranueshëm. Për neve nuk ka probleme me një përvetshëm. Drejta e partisë parë me propozu është drejtë e tyre. Ata i kanë 48 vetë mund të zgjedhin, ose mund ndërtojnë marrëveshje me dikon tjetër. Për mu, edhe për LDK, në jam një përvetshëm, nuk është problem. Ata do të më amendu cilë është deputeti i parë i cili më i pranueshëm mund me shty një agjendë legislative. Për ta është kjo dhe është problemi tyre, por do t'i bojnë vota me kalu këtë situatë. Faleminderit shumë. A do presidentja me të takë me partitë në tërësi? Për mendim të jam nuk ka asnjë detyrë. Presidentja këto e ka një detyrë kushtetuese që thuhet garanton funksionimin e institucionit, por aja nuk garanton konstruimin e legislativit, sepse duhet votojnë 120 deputet, aja duhet rënë kondin e vetë, nuk duhet përzihet, natyrisht politikisht mund të motivon, por nuk mund as negocion në emër një partisë, as nuk bon veprime politike i ka dikush tjetër. Faleminderit shumë, mirupafshim.